Një zemërim i mbajtur për muaj të tërë ndaj fuqisë së pakontrolluar të Elon Musk shpërtheu në një takim të jashtëzakonshëm në dhomën e kabinetit të Shtëpisë së Bardhë. Presidenti Donald Trump veproi shpejt për të frenuar Musk pas një përplasje të ashpër mes tij dhe sekretarit të shtetit Marco Rubio. Në këtë përplasje që ndodhi përpara presidentit dhe rreth 20 të tjerëve, Musk akuzoi Rubion se nuk kishte ulur stafin e tij. Ti nuk e larguar askënd, i tha Musk Rubios duke shtuar me përbuzje se ndoshta personi i vetëm që ai kishte larguar ishte një antar i stafit të Musk nga Departamenti i Eficiencës Qeveritare. Në të vërtetë, Rubio ishte i zemëruar me Musk për javë të tëra që nga koha kur ekipi i Musk mbylli një agjenci të tërë, e cila supozoi të ishte nën kontrollin e Rubio, Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillimin Ndërkombëtar. Gjatë këtij takimi, Rubio shfryu zemërimin e tij përpara të pranishmëve, duke shprehur frustrimin dhe shqetësimet e tij për ndikimin e Musk në administratën amerikane.